Prokuroria e Beratit ka kërkuar dënimin me 3 vite burg për AK 44 vjeç dhe 2 vite për NR 67 vjeçë në akuzën e keqtrajtimit të miturve. Nga analizimi të dhënave nga rrjetet sociale, por edhe nga hetimet e kryera ka rezultuar se i mituri ka qenë i kërcënuar vazhdimisht dhe është ndjerë nën presion nga babai dhe gjyshja, si dhe është ekspozuar në rrjetet sociale në mënyrë abuzive, me gjuhë dhune dhe fjalor denigrues, i cili nuk është i përshtatshëm për moshën në të cilën ndodhet i mituri. Po kështu, ai është ekspozuar kundrejt lëndëve narkotike, gjë e cila është e papranueshme në moshën që fëmia ka, thot prokuroria. Po ashtu akuzohet se është nxitur nga gjyshja dhe babai i tij për të bërë pjesë e rrjeteve sociale me video pa dëshirën e tij, gjë e cila ka ndikuar në gjendjen e rënduar emocionale të fëmisë së mitur. Bullizimi që ushtrohet duke u drejtuar me epitete të ndryshme gjithashtu ka rënduar gjendjen e tij psikologjike. Nisur nga analizimi ligjor, prokuroria thotë se babai dhe gjyshja e tij kanë kryer veprime të cilat konsistojnë në keqtrajtimin fizik dhe psikologjik të miturit dhe detyruar këtë të fundit për të kryer veprime që dëmtojnë zhvillimin e tij mendor dhe fizik, çka ka sjellë si pasojë simptoma të çrregullimit personalitetit antisocial të këtij mituri, duke qenë se të gjitha modelet që ai ka pasur kanë ndikuar drejt për së drejti në jetën e tij dhe në zhvillimin e tij si individ.